sepse ishte e qartë që ai do të vdiqte nga ata, dhe ishte shumë e qartë që do vdiqte edhe nga këta të tjerët. Pse zotëri unë nuk e besoj Adriatik Lapajn? Sepse Adriatik Lapaj atë që thot nuk e bën. Çfarë të keqe ka Sula që të shkonte të kandidonte aty dhe të maste me elektoratin e Elbasanit? Çështje teknike, këto dorëheqjet, futja familjarëve ndoshta, kjo mund ta ketë prishur pastaj. Prandaj unë nuk e besoj Adriatik Lapajn, as Shabanin, as Sokon e as të tjerë. Nuk do të bëjnë këta të tre zhvillimin dhe ndryshimin, kur vet nuk kanë besim me njëri tjetrin. Dhe justifikimi që futën familjen, sepse nuk ishim të tjerë, nuk mund të pranohet dot. Pra, rreth vetes tuaj nuk keni besim me njëri tjetrin dhe lerni prallat që ne po djegim listën e mbyllur dhe do të futemi te lista e hapur, do të kandidojmë sepse sistemi është i tillë. Në politik jemi për të qenë të gjithë në një betejë publike dhe të bëjmë atë që duhet të bëjmë publikisht, dhe publikisht duhet të japim edhe tek qytetarët që të na vinë rreth vetes dhe demokracinë e brendshme. Pra, është zoti Lapaj, zoti Soko dhe zoti Shabani. Ta tre individ i shikon në studio. Personalisht nuk kam parë në studio vazhdimisht përveç këtyre të treve. Dhe përsëri nuk kam parë një zhvillim demokratik para se të formonte kjo parti ose lëvizje, se si ka qenë rivaliteti midis tyre brenda vetes tyre. Prandaj nuk kam besim te zoti Lapaj, te zoti Soko dhe te zoti Shabani, sepse më kujtojnë si Meta, Berisha dhe Rama. Por secili ka atë natyrën e tij të sjelljes. Por e vërteta është që mua lista e mbyllur duke vendos familjar dha tek opinioni publik një konsum negativ që ata nuk duhet ta kishin bërë, sepse i pëlqen vetja duke u këshillu me veten e tyre. Pra morën dy goditje, së pari edhe ideja që ne jemi të ri, por e futën tash Sulën, pavarësisht se pastaj nuk ranë dakord, por në parim e pranuan, dhe së dyti familjarët. Pra ishin dy goditje. Po e goditën veten e tyre, nuk kanë nevojë ta godasë as Ali Berisha as Edi Rama, Lapajn e të tjerë, nuk i godeta, sa ata nuk i interesojnë fare. Do të keni parasysh diçka. Kur Kreshnik Spahiu, emigranti që ishte patriot, na u zhduk dhe tani bë analistin, kishte oratori zotëri. Bie dakord ti me atë, nuk bie dakord, kishte oratori bindse. Spahiu është aktiv. Kishte në kohën kur Saliu ne kishte kryeministër, mblidhte njerëz dhe mbushte karriket. Por i nderuar këto karrike që ai mbushte nuk u konvertuan në vota. Dhe karriket që mbush Lapaj në takime brenda dhe jashtë vendit nuk konvertohen në vota dhe në mandate aq shumë se sa mendojnë ata. Tjetër unë të pëlqej ty dhe tjetër është që unë edhe të pëlqej, po edhe votën do ta jap dhe të më vi çdo ofertë e mundshme, po unë ty do t'jap edhe votën, edhe pëlqimin, edhe mbështetjen. Pra këto të dyja, Lapaj, Shabani dhe Soko nuk i kanë marrë të mirëqena. Thjesht kanë atë avantazhin që dalin në publik, por bindja është kjo. Ne nuk duhet të bëjmë gabimin e atyre, le të marrim çdo kosto, le të na dalin tradhtarët përpara dhe ne luftojmë. Por jo justifikimi fus familje sepse nuk kam besim të tjerët.
më fal. Po ti nuk ke besim tek të tjerët, çfarë mesazhi më jep mua jashtë, që po u erdha unë tek ty, do të thotë që ti s'më ke besim mua, sepse sikur të më fuzësh në listë aty, më s'ke besim, pra është keq besim. Është një strategji e gabuar që uroj mos të ketë pasoja në zgjedhje, por diçka tjetër që asnjëri s'e ka kuptuar dhe nuk e thot dot. Shabani ka thënë që është nga qendra e Majt. Lapa i thot që është djathtas, qendra e djathtë. E do ta lëm qendër, e çojmë qendër Lapaj. Po si ka mundsi njëri që ka i djathtë, shkoka dhe bëka koalicion me një që thotë veten e tij qendrës së Majt apo socialdemokrat? E ka anashkaluar Mrama që 2013 për 8 majtës të djathtës. Jo, nuk ka lidhje kjo gjë, jo, një sekond, a janë politikanë të ri? Tani, a janë politikanë të ri të cilët këta do na shpëtojnë ne? Më shumë pragmatizëm se ideologji. Një sekond. Tani, unë nuk e kuptoj si një person që është qendra e djathtë me një person tjetër që është qendra e Majt, më sjellë një program ekonomik të njëjtë. Ja. Nuk dua të merrem a është majtas, djathtas, a lexonin kushtetutën e Enverit si libër të shenjtë. Nuk më intereson kjo gjë mua. Mua më intereson që mirë gabimi me familjarët, mirë gabimi me sulën, po tani edhe gabim me ideologjinë dhe me programin, se kuptoj dot. Që do të thotë, për mua rasti Lapaj nuk është rast i besuar, sepse ka bërë 3 gabime të mëdhaja, të cilët nuk duhet i kishte bërë në asnjë moment Lapaj, përderisa i ka bërë, përgjegjësia është e tij dhe ai duhet të marrë përgjegjësinë. Edhe sikur të zgjidhet ai deputet ose të tjerë deputet, përsëri për mendimin tim, shpresa nuk vjen duke kopjuar modelin e vjetër me figura të reja. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën, për gjithë analizën nga Spaku dhe drejtësia tek politika dhe me gjërë. Falenderoj edhe ju për ftesën.